Jam kaq e lodhur nga punë të shtëpisë dhe nga fëmijët. Nuk më ndihmon fare burri. E di, edhe unë shumë e lodhur jam. Unë i bëj të gjitha. Nuk është fare e drejtë. Të dyja shkojmë në punë dhe pastaj vim në shtëpi dhe merremi me punët, me gatimin, me fëmijët, me vrap çdo gjë. E vërtet, prandaj nuk kemi kohë fare për veten tonë. Po pra, unë nuk e mbaj mend se sa kam pa bërë pushim. Ai del me shokët gjithkohon kurse unë në shtëpi. Unë nuk po duroj dot më. A e dini se falenderimi është i lidhur me disa përfitime për shëndetin, si përmirësimin e shëndetit mendor, përmirësimin e shëndetit fizik dhe përmirësimin e marrëdhënieve? Falenderimi rrit vetvlerësimin dhe na ndihmon të kemi një këndvështrim më pozitiv mbi jetën, duke reduktuar ankthin, stresin dhe depresionin. Kështu, a jeni gati për një udhëtim falenderimi dhe mirënjohjeje dhe për gjithë gëzimin dhe kënaqësinë që vjen bashkë me të?